Padyshim që po, ne kemi thonë edhe shumë herë dhe përmes mediumit juaj që ne nuk kemi si themanie që qarkullojmë përmes ngushticës së Hormuzit, mirë po mënyrë indirekte na ndikon për shkak se shumë kompani evropiane që ndikohen nga ngushtica e Hormuzit, atëherë ne importojmë dhe me automatizëm edhe ne ndikohemi dhe jemi duke pas çmimin e naftës në momentin që është rrit në bursa ndërkombëtare ose në tregjet botërore me automatizëm është rrit edhe te ne. Kurse rritja e çmimit të naftës dihet që është kosto operative për çdo biznes dhe kjo i tërheq edhe rritjen e çmimeve në produkte të tjera dhe kështu ta shkakton një inflacion. Dihet që zyrtarisht 20% të tregtisë së naftës dhe energjisë elektrike bëhet përmes ngushticës së Hormuzit, ndërsa jo zyrtarisht kjo shkon deri në 30%. Dhe padyshim që ka më na afektuar edhe neve, por shpresojmë që do të përfundojë shumë shpejt dhe të mos ketë probleme. I kemi pa edhe shtetet e mëdha, fuqitë e mëdha që kanë bërë thirrje që truhet mos lejohet mu mbyll ngushtica e Hormuzit. Duhet përgatitur një paketë, ne kemi kërkuar edhe që nga Qeveria e Republikës Kosovës që të jetë e gatshme dhe të paraprisë në rast se kemi një rritje të sidomos të çmimit të energjisë elektrike, atëherë qeveria patjetër që duhet me pas një paketë në mënyrë që me mbështet biznesin, me mbështet edhe qytetarën e Republikës Kosovës dhe paralajmërimi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për neve ka qenë shumë shqetësuese dhe më shqetësuese është mos komunikimi dhe mos informimi nga ana e zyrës rregulatorit të energjisë elektrike se çka po ndodh, për shkak se ka qenë një paralajmërim nëpërmjet mediave që kemi pas mundësi me pas zyrtarisht kemi pranuar asgjë që do të ketë një rritje prej 1 prillit. Kështu që do të ishte një goditje e rëndë për biznesin, po do të ishte një goditje shumë e rëndë për qytetarët e Republikës Kosovës, sidomos në kohën e tanishme. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që qeveria me pas një paketë që me mbështet me mbështet uljen e inflacionit, po me mbështet biznesin, me mbështet qytetarin që mos me vrejtë rritjen e inflacionit, siç po ndodh me gjitha vendet, se nuk është kjo që po ndodh vetëm në Kosovë, ose veç Kosova duhet ta ketë paketën, kanë gjitha vendet që kanë përgatitur paketën mbështetëse. Është një rritje shumë e vogël, është një rritje me ramje të lirë. Dhe nuk guxon kjo me ndodh, qeveria duhet me mendue si me shtu investimet e brendshme publike, si me shtu investimet e huaja, po si me ndihmu edhe investimet private mu bë në Kosovë, jo me leju me shku në vendet e rajonit. Kështu që do të me pa edhe si me indeksu pagat për për përqindjen e inflacionit. Ne e patëm tani dhënat e fundit të agjencionit statistikave të Kosovës ku inflacioni mujor ka arrit mbi 6%. Dhe kjo i gërryn qytetarët e Kosovës, për këtë arsye duhet një paketë urgjente mu përgatit nga qeveria që mos mi leju inflacioni me ndiku në standardin e qytetarëve të Republikës Kosovës ose me ndiku te biznesi.